Ktu nis tani fludurimi, të gjithin në YouTube e keni tek Sky Sporti me Jonathanin, me zia gjeta numrin ja mora Alketit. Jonathan, më në fund do ikim shi çfarë deti është, ama është një vap për bluse. Ktu është pika. E çfarë unë do ta mbaj gjithë këtë dengun e madhe? Këtë do e mbaj unë, dhe këtu brenda kemi sedile dhe të gjithë pajisjet. Gjitha këtu i kemi. Helmetën, gjithë masat e sigurisë. Këto dy dengjet e mëdha janë parashuta, karrigja, çdo ky është DJ-a im, edhe çdo aksesor tjetër. Ky është Jonathan, pse kemi edhe kamera të tjera? Kemi edhe kamera të tjera, kemi Jonathani ka përveç atyre të instaluarave në trup, kemi edhe kamerën paralel që do fluturojmë. Që fluturon paralel me ne. Nga take-offi deri në vendin e uljes, që është më këtu në hapësirën në krah të lokalit Sky Sport. Tu do ulemi. Kjo është vendi ynë i uljes, një vend i mjaftueshëm, i madh. Ky është Sky Sporti, doni të fluturoni, doni të merrni varka. Në aventura nis nga lart. Çfarë si jemi? Me syze dhe metës, me DJI në dorë edhe mikrofonat e vendosur, kemi edhe 360 gradë që në atje, përveç çka ka pajisje Jonathani. Jemi bë si Big Brother komplet. Gati për të shkuar lart dhe për të nisur fluturimin nga 930 metra. 930 idhemi, ja? Idhemi 930, zbresim në det, në një nga zonat më të bukura që ka Shqipëria. Ecim tani, Jonathan. Ecim. Ja, kapi ti i parit qof. Ja, i mori Jonathani këto dengjet e mëdha, dhe po ikim për fluturim. Si çfarë deti është. Kjo është parashuta jon. Kjo është parashuta. Si mbante të gjithën atë? E mbaj se është e llogaritur që ta mbaj unë bashkë për pasagjerin, mos lodhem Jo, pasagjerin. hec përpara atëre u. Shive, ky mban parashutur, unë e filmoj. Fluturim me parashut. Kryevepër. Furgoni. Ku do e fusim, Jonathan? Erdhëm te furgoni, është transporti jon për të na çuar lart në pikën e panoramës. Është furgon sportiv. Po kush do e zbresi furgonin pastaj? Kemi shoferin. Kemi shoferin që zbret, pasi loj gjithë pilotët dhe pasagjerët lart. Si veni dhe detin, këtu do ipim tani me furgon. O, që ka dhe furgoni mirë kë. Si veni ku e keni figurën. Ecim Jonathan tani. Dhe shkojnë lart. Ecim. Ikëm, ja, tipi dhe unë. Unë jam gjithmonë me syze dhe metës se vazhdoj të filmoj. Shko ti? Minut, se duhet lidhim një minut, se secim do të parrip. Po tjetër. Që mos toni pasaj zvarripin. Masat e sigurisë të parat. Shive çfarë dedi kemi përballë. Edhe këto janë mjetet. Shumë e veçantë. Që nga fluturimi të vish të ulesh në këtë plazh dhe pastaj vazhdon aventurën edhe në det. Edhe në tuke. Ja të shohim tani. Është tepër sot me këtë vap që është për Velin. Te panorama sipër, te Belvederja, ja dhe shi. Kjo është pika? Kjo është pika e fluturimit, pika më e famshme e fluturimit në Shqipëri dhe edhe më gjerë. Është një pikë unike e fluturimit për gjithë pilotët. Pse është unike? Është unike sepse është 930 metra dhe në momentin që del mbi det, del me një lartësi të konsiderueshme për 700 metra, gjë që për pilotët është shumë mirë teknikisht, sepse mundet të bëjnë gjithë figurat dhe manovrat që duan bëjnë për të stërvitur. Ashtu ë? Po. Atë shkojmë të shohim. Tani që ta dini që kur ka është bërë tuneli këtu ka vetëm të huaj, shqiptarët përtojnë që të ngjiten. Çfarë po më thoshe Jonathan? Po të thosha që jemi vetëm në gjysmën e potencialit të llogarisë. Se po shikoni mbrapa, kemi majën e Tipës dhe majën e Qorrës. Wow. Nëse do të kishte infrastrukturë. Mund të fluturojë që atje? Shkuar atje lart, kjo do ishte padyshim meka e fluturimit në botë. Ecim ne tani se është vazhdojmë përpara, do zbresim poshtë në pistën e fluturimit. Unë si heq syzet e metës. Ore se më kanë thënë gjithë ata, syzet nuk janë të lirë metës, janë metës, janë Facebookut domethënë. Se më thonë se thua. Shiveni çfarë pamje del tani. Është kryevepër. Ja dhe pista e fluturimit aty. Në të gjithë krahët e take-offit. Gjë që na jep mundësinë që në çdo drejtim që ta kemi erën, të bëjmë një nisje sa më të sigurt. Shumë e bukur kjo. I nis montimi i parashutës. Tani nis hapja dhe përgatitja. Ose bëj gati edhe pajisjet.
Jemi gati. Përgatitemi edhe vetë. Shive çfarë. Instruksionet që duhet. Do të më japësh gjithë instruksionet, ë? Do fluturojmë me 2 parashuta. Edhe kjo është pika llogaras. Pika më interesante që ka një pamje spektakolare. Shiheni mosh si është plazhi poshtë sa i bukur. Sa të kohë merr Jonathan për ta përgatitur? Përgatitja është 5 minuta. 5 minuta. 5 minuta mjafton për të hapur. Pra që nga Dal momenti te që ta kemi diellin, po? Në momentin që piloti vjen në take-off me çantën e tij për 5 minuta mund të dalë. Për 5 minuta mund dalim fluturim. Ja ta shohim tani. Fluturimeve të dyshit do duhen 10 minuta sepse përgatitet edhe pasagjeri. Edhe pasagjeri, po. Shiheni se si po e përgatit. Jonathani, komplet, tani do më dhën instruksionet. Tani do të jap Po. instruksione se si Që nisi janë? funksionon. Po. Ecim një hap përpara. Po. Okej. Ky është pozicioni jon i fluturimit. Po. Ti je ulur përpara meje, unë jam ulur pas Po. teje. Gjatë nisjes ti bën bash po të njëjtin pozicion. Po? Por asnjë moment nuk kthesh as majtas as djathtas. Vetëm drejt. Qëndron Po. drejt, shikon horizontin përpara gjatë gjithë kohës. Fillimisht ende pa u nisur, unë do kthehem në këtë pozicion. Po. Okej? Po. Ti vazhdon shikon përpara. Unë shikoj vetëm përpara. Vetëm përpara. Gjëja e parë që do bëjmë është që do ecim 3 hapa përpara. Po. 1, 2, 3. Pastaj do ja fusim vrapit. Ky do jetë momenti kur unë do ngrej parashutën. Momentin që do e ngrej dhe shikoj që është çdo gjë gati, Po. do kthehem pas teje, do them vrap. Në rregull. Sa do vrapojmë? Vrap, ti fillon vrapin dhe nuk ndalon. Kali. Është Jonathani po më fut mua me bo vrap, por do bëjmë sprint apo fluturim? është e rëndësishme vetëm të lëvizësh përpara. Nuk na duhet vrapojmë shumë shpejt, mjafton vetëm mos të ndalojmë. Shive ku do vrapojmë, ore se ju duket kollaju. E thon Fyp, edhe ikim tutje. e thon ndryshe. Ja dhe grupi tjetër, parashuta tjetër që po bëhet gati. Po? Dhe ato do fluturojnë paralelisht, e thon ndryshe dhe shkurt kemi 1, 2, 3, duke pa horizontin, prit Po. komandën time. Në momentin Po. që unë ty të them vrap, fillojmë vrapin dhe nuk e ndalojmë. Në rregull. Edhe nëse do ndjesh ngritjet e këto dy pikat këtu, Po? vazhdojmë lëvizim këmbët. Nuk ka rëndësi. Po. Nuk ka rëndësi. Po pastaj kur do ulem unë? Kur të jemi në fluturim, do jemi që të dy me trupin drejt siç jemi tani, Po? dhe pastaj do të ndihmoj unë që të futesh sa më komod në sedilje. Se dili, Okej. okay. Është shumë e thjeshtë procedura e futjes në sedilje. Do heqim DJI-in Osmo Mini Pocketin, edhe do marrim 360 gradëshin për të fluturuar. Edhe me këtë do e bëjmë pjesën tjetër të fluturimit. Ecim se edhe kjo na regjistron. Ecim. Gati tani për të nisur. Diellin e kemi këtej, përballë kemi detin, kur të më thot Jonathani do nisem. 3 hapa fare. Ecim? 3 hapa. Edhe një. Edhe një. Po. Tani, fillojmë vrapin. Fillojmë vrapin. Vrap fort, vrap më fort, vrap. Bravo. Okej, kaq. Wow! Çfarë mrekullie. Edhe me mbrapa trupit, ashtu bravo. Perfekt. Se jam tamam siç duhet. Se do ndihmoj unë. Ashtu. Kjo ishte. Tani jam fiks aty ku duhet. Perfekt. Po e çoj pak më. Gjendje është pjesë e procedurës. Po. Bëjmë disa manovra. Jo, nuk dua. Jo. Ose mund të vazhdojmë qetë. Vazhdojmë qetë dhe ulemi si qetë. Kalojmë si veprojmë deta se Çfarë mrekullie, shikoni çfarë perle. Shikoni çfarë mrekullie, ku jemi? Po, edhe? kalojmë si veprojmë deta, është Amazing Albania. Amazing Albania. Visit Albania. Shiheni çfarë pamje. Parashuta tjetër po ecën në ne po. Çfarë bukurie. Manice. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Ky është nga plazhet më të bukura që ka gjithë bloku, jeni të sigurt për këtë.
fantastike. Shimeni çfarë pamje. Oh my god. Kjo është pamja më spektakolare që mund qini tani. Është kryevepër. Gjëradania odhëm duket, ë? Shiveni. Të afrohemi tokës. Tani që dali bukur filmimit e projekt Delta, mund të përpiqet ta hapër sa më shumë shkopin. Po? Edhe ta ngrit larg nëse që ta kapi vertikal. Ta bëj kështu apo ta lë drejt fare? Dhe drejt fare. Edhe thjesht në jetë vertikal. Ta mbaj. Si do duk, do ja sugjeroje njerëz? Absolutisht. Kushdo që vjen në jug një xhiro me parashut e keni të domosdoshme. Ne mund t'ulemi duke e mbajtur këtë? Po, e mbajmë që ta filmojmë dhe ulje, pa problem. Patjetër. Procedura uljes është kështu. Po. Unë do të them përgatitemi. Po. Të dy do dalim me trup përpara, siç ishim Po. kur u nisëm. Po. Dhe do bëhemi gati që kur të prekim tokën, Po. do bëjmë vetëm 2 hapa sa për të mbajtur veten këtu. Vetëm 2 hapa. Vetëm 2 hapa. Unë do të flas gjithkohës, do të them jo tani, jo tani, jo tani. Kur do të them tani, do të momenti që do Kur të prekim. më thot tani dhe ta prekim tokën, unë jam duke xhiruar ndërkohë poshtë. Çfarë pamje. Çfarë deti, shiveni. Direkt do ulemi apo do bëjmë Jo, xhiro? kemi edhe pa. Sa e bukur. Tani po marrim gati për të kthyer. Shiveni çfarë pamje. Tani na ul mirë.